Ashtu si që paralajmërova në fillim të emisionit, tani do të keni rastin të ndiqni një material ekskluziv nga pushimet në ishujt Maldive të modeles së njohur Angela Martini, e cila çkado që poston në rrjetet sociale krijon lajm. U përfol shumë herë, jo këtë të dashur, jo atë të dashur. Ajo momentalisht atje u duke qëndruar me të dashurin e saj të ri, me të cilin ishte edhe në Cannes, ndërkaq në Maldive shkoi ekskluzivisht për të festuar ditëlindjen e saj me një surprizë si asnjëherë më parë. Ndër të tjera, Angela do të na fletë edhe se a është e lumtur në dashurinë momentale, a ka menduar ndonjë gjë më serioze dhe planet të saj për jetë. E ndjekim bashkë në një refilm ekskluziv nga ishujt Maldive, modelja Angela Martini. Ëndrat, dëshirat dhe përjetimet janë ato që mbajnë një shpresë tek secili njeri për një të ardhmë më të mirë, për një jetë më të përmbushur e një kështjellë të fortë që duron çdo goditje, dhimbje e lëndem. Udhëtimet, njohjet e reja dhe përjetimet janë ato ngjarje që të shtyn të eksplorosh më shumë veten për atë që je e atë që dëshiron të bëhesh. Një vend më i mirë e më i përshtatshëm për të lehtësuar thellësinë e shpirtit definitivisht mbetën për rradhat reale të ishujve Maldiv. Kësaj parajsi në tokë s'ka si të mungoj një angel si Martini. Shumë mirë, jam të relaksu, të knaq, si s'mundë mu knaq këto. Është hera parë që kam ardhur në Malediv, edhe më pëlqen shumë, edhe shqiptarët gjithkund. Para se të hymë më thellë në shpirtin pasor të modelës, duhet të dim disa detaje rreth pjesëmarrjes së saj të shumë përfolur në festivalin e filmit në Cannes, ku Angela e pranishme këtu është tash sa vite me radhë. Fustani ka keni share hilit, se ashtu që shumë e mirë, më ka pëlqyer shumë fustani saj dhe e kam pyetur më jep edhe më dha. Jena knaq me shoqëni shumë Cannes, edhe unë shkoj çdo vit, se favorite jemi me shku në Cannes Film Festival, edhe kur kam shku në farë, tanë shqiptarët, kanë atë, kam kënë shok. Shoqënia jemi më tha mu, ajo në, është amfar apo është dinner shqiptar me këto? Pas Cannes, për Angela ishte përgatitur një super surprizë nga i dashuri i saj që për publikun dëshiron të jetë më privat. Një ambient prallor e i parë nga shumica vetëm në filmat romantik të Hollywoodit. Modelja po e përjetonte në 30 vjetorin e saj befasin nga angeli i saj mbrojtës. Unë kam thënë që kam shkuar në Maledive për datëlindjen time, por nuk e kam ditë, s'kam prit një surprizë kështu bukur ëndras që e kam pa vetëm deri tash në filma. Edhe kam qenë shumë emocionuar dhe kur vjen për një njeri që ti e don kaq shumë, edhe të vlerëson. Je dashuruar? Po, sigurisht. Kokë këmbë? Edhe si po shkon kjo? Shoqëri zoti deri tash mirë, po jam shumë e dashuruar. E përfolur gjëre gjatë për lidhjet e mundshme të saj me pothuajse secilin mashkull që e ka postuar në rrjetet sociale. Kjo shtron direkt pyetjen se sa është e përmbushur me laqja në jetën personale. Për tash, jam shumë e kënaqur me jetën personale. Shumë. Për mua dashuria është gjithçka. Supermodelja që shpesh pushtoi edhe ballinat e tabloideve të huaja për meshkujt afër saj dhe lidhjet e aluduara, mes tyre dhe të vërteta, ka arritur të zbulojë ndjenjat e saj për ato që i la pas e për ato që po priton tani. Tash e kam një tamam me dashur. Nuk do me thonë se kam dash njëri përpara, as si me thonë ke dën më shumë nanën, babën, vllajën. Tani dën, por janë dashuri të ndryshme si e dën, si ke dashurinë për gjyshen, si ke dashurinë për vllajën, për nanën, për baba, dashurinë fundit. Po është dashuri ndryshe. Edhe sigurisht dashuria që është për gjithmonë më fundit, më reja, është më forte. E dehur në dashuri në dekadën e tretë të saj, ajo po përjeton flutrat në bark fal të dashurit Dragos Savulescu, që për shumë kohë sot është diçka e rrallë që ndodh për faktin se vështirë gjen personin që të flan në shpirt. Gjëja më e rëndësishme dashuria është që konekton me shpirtin edhe më shumë.
spiritual, me trunin, me shpirtin, duhet me kenë ma thellë se një gjë superficiale. Dhe me thonë që kuptoni një tjetrin të një nivel komplet ndryshe, krejt thellë. Është një person ndërtimtar që thjesht lundron në mendimet e saj, shpesh e humbur duke provuar të eksplorojë veten. Këtë ka thënë edhe vet modelja. Por është një thënie që ëndrat përfundimisht vinë e bëhen realitet. Gjaja që kena në jetë janë ëndra. Që se s'ke ëndra je dekon. Edhe unë, edhe që se jam moshte, që jam e rriton, unë jam mëranda si vajzë vogël. Unë prep njëtë të ëndra kam edhe ndroj edhe ëndra si janë, si të jetën, si është me familje dhe si është sigurisht me dashuri, se për mu dashuri është gjoja ma madhe, ma shumë se në gjatë tjetër jetë. Të gjitha këto udhime, përvoja, lidhje, ndarje të ndihmojnë të rritësh si në shpirt ashtu edhe në karakter, fal faktorëve të ndryshëm që hynë e dalin nga jeta e secilit. Tash që më ka ndihmu shumë është eksperienca që nuk e kam lanë vetin me bë gabime, nuk kam pas frikë me bë gabime, nuk kam pas frikë me kene gjykume, mas me jetu jetën si më në jone. Edhe që kam udhtu shumë, që kam pas profesionin që e kam, që njeh shumë njerëz ndryshëm, edhe kam marrë të një pikë, një teme që mu nuk më intereson kur gja mendimet e njerëzve që mendojnë për mu negativ ose pozitiv. Unë jetoj jetën teme. Edhe kja është një lirim që duke me lirë. Lërgimi saj nga Shqipëria për në Zvicër, pastaj New York e tani me seli të re në Los Angeles, u bën të gjitha për zbuluar edhe më thellë veten dhe atë që është Angela brenda bukurisë së veshur në trupin e saj. Mas 9 vjetë në New York nuk e kam ma energjin që unë duhet me kenë këtë vend. Edhe dush me një ku je gati që dush me lëviz, dush me nërshu, edhe unë e kam kuptu që unë duhet me nërshu edhe e gjeta Los Angeles edhe aty njem tesh komplet kam ëndra tjera aty, komplet që një prep tjetër, edhe se kam atë New Yorkut edhe ban me reflektu edhe për shumë gjane tjetër, edhe jeta për gjithmonë lëviz, nuk nalet kur. E ti dush me lëviz me jetën. Kështu e kështu, që se nalesh jetët të të lëvizin kështu e kështu. Ashtë ndorë thanë a lëviza me të mrapa me të. Të jesh kaq i lidhur me jetën, detyrimisht se dikujt apo diçka fitoj falenderohesh për atë që e krijuar. Falenderuese për që jam këtë botë, edhe që jam shnet, edhe familja jeme, shoqënia jeme, edhe gjanet e këqija në jetë. Jam i falenderuese, se ata të bajnë fort edhe ata të mësojnë, edhe ata të bajnë kush je ti. Realiteti po e pe vazhdimisht ditën e ti vrasht me jetën tonë. Çdo moment i tmerrshëm gravohet në memorien e secilit, shpesh edhe pa dëshirë. Dashni për shembull që se ke kene shgënjime për një njerit, edhe kupton që nuk është e mirë, je ti. Ai e mirë që je ti në atë moment, atë njerin e trakton ti. Nuk është pa e ti njëtë, duhet me të asim me të mësu njëtë. Duke kërcyer e përqafuar me natyrën dhe ëndrat e saj që u bën në realitet, Angela mbeti për të vazhduar pushimet e saj për krah dashurisë në parajsën e tokës. Ky udhtim u mundësua nga As Travel.